Elban, edhe për fund, të shkojmë pak më jashtë Shqipërisë. Mendon se kjo protest për mënyrën se si qeveria ka akuzuar Albin Kurtin, vetëvendosjen se kanë çuar njerëz për të rrëzuar Edi Ramën këtu, apo vlenin partinë shqiptare në Maqedoni, na ka sjell në një situatë më të vështirë mes qeverisë së Shqipërisë, qeverisë së re, nesër me Albin Kurtin sërish kryeministër, por edhe me partinë shqiptare që është në pushtet në qeverinë e Shkupit. Pra në këtë trekëndshën Tiranë, Shkup, Prishtinë. Nuk mendoj që do ketë asnjë efekti, janë dialektika dhe zhargone politike që i duan Partisë Socialiste për momentin. Në momentin që ato do të kenë nën kontroll situatën politike të Shqipërisë, do të mbarojnë edhe këto lloj aludimesh dhe do të rikthehemi raporteve normale mes liderëve politike dhe funksionarëve të shtetit të Kosovës dhe Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, sigurisht duke respektuar kriteret e suverenitetit dhe mosndërhyrjes së punëve të brendshme. Nuk mendoj që Albin Kurti ka ndonjë qëllim për ta rrezuar Ramën, sepse që dikush ketë një qëllim për të rrezuar një lider tjetër, duhet të ketë një ambicie personale. Ne e dim shumë mirë që Albin Kurti e ka të pamundur përveç të drejtës zakontare, Konstitutës së Republikës së Kosovës, por edhe të drejtave të tyre të pashkruara që mund të ketë ndonjë aventurizëm për të drejtuar dhe Shqipërinë. Madje Albin Kurti po ka vështirësi për shkak të insistimit të tij të egzageruar që me fituar me çdo kusht shumicë absolute në Kosovë për të krijuar një qeveri e cila do t'i krijonte mundësinë atij për një 4 vite të tjera. Kështu që unë mendoj që Albin Kurti është në ujëra të trazuar për vetvete dhe nuk ka asnjë lloj mundësie dhe kohë dhe dëshire që të merret edhe me ujërat e trazuara të Tiranës. Ndërkohë raporti Edi Ramës me Albin Kurtin është sa dashuri edhe trazim, nuk po e them fjalën urrejtje, kështu që më gjas kështu do të vazhdojnë të dy. Jo, unë mendoj se dashuri s'ka pasur asnjëherë. Unë mendoj që ka një farë rivaliteti se kush mund të tjeti pari i shqiptarëve. Po, që kush mund dominoj botën e shqiptarëve në Ballkan. Sigurisht për një arsye, gjithmonë një kryeminist i Republikës së Shqipërisë mbetet më i favorizuar se sa çdo kryeminist i Kosovës, pavarësisht se kush mund të jetë ai për të dominuar politikën e shqiptarëve në Ballkan. Problemi është se e dominon drejt apo jo, kjo është një çështje tjetër që na duhet jemi si tjetër. Patjetër. Alban Daci, të falenderoj shumë për kohën, për analizën, kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit, kënaqësi edhe për mua.